Investimi është një investim gjigant, janë investuar me miliona euro dhe është dhënë zgjidhje çështjes. Pra është dhënë zgjidhje njerëzit të mos rrinë varë. Domethënë s'mund të themi gëzojmë ne jo fitoi Pacolli, humbi absolutisht. Këtu s'ka humbur askush, tu ligji ka vepruar në kohë. Gjykata e lartë dha një vendim, për mendimin tim duhet të kishte bërë akoma më shpejt. Pra mos pengoshin punimet. Po mos pengoshin sepse kalimi i dimrit, kalimi i situatave, ka pas përmbytje. Pra njerëzit kur ka punëtorë dhe janë duke punuar, janë më afër një avarie që mund të ndodhi në qoftë në aeroport, qoftë me përmbytjet, qoftë me drenazhimin e ujrave, qoftë me pistën. Prandaj koha ka shumë rëndësi në sistemin e drejtësisë dhe unë e shoh pozitive. Duhet kishte ndodhur më përpara ky vendim, pra të mos lehen gjërat, domethënë mos lehen problemet, çështjet që janë me probleme zgjasin me vite. Edhe të çështja e Shudllazit, ç'a kuptimi ka që në 2016 një ngjarje të 2016-s, gjykata e lartë pas 10 vjetësh thotë je mirë. Po sigurisht e kishte kthy. Pra domethënë që këtu duhen par sepse ka rënë sistemi gjyqësor. Sistemi gjyqësor duhet i kthej kohë në përgjigje, në kohë rastit. Po kur do sistemi gjyqësor veproka, kur ka interesa të mëdha shtetërore, pastaj i vjen gjyqësori është problem tek qytetari thjesht. Temeli që shkelet në 18 i kushtetutës. Po një pensionist që është në gjykatë lartë për çështjen e pensionit, kur do ta morë? Pra këtu është problemi, që sistemi i drejtësisë, në 18 janë gjithë barabartë para ligjit. Jo ai që është i fortë, këto janë të fortë. Këtu po zihen elefantët, se po zihen 2 milingona. S'është një këtu kemi të bëjmë me një duket që ka dalë çështja jashtë afat, se këto çështje për vërtet zgjasin me vite të tëra, me përshtim që mund të jetë masë sigurimi, kemi të bëjmë me masë, pra me pezuim, se masa sigurimit është gjë tjetër. Megjithatë, qoftë masë sigurimi, qoftë gjyq themeli, çështjet sistemi, problematika që po ngrim në emision, qoftë gjyqet mas 10 vjetës, qoftë shuret e paraburgimit që po lirohen njerëz për vrasje, po lirohen me akuza për vrasje, të jemi sakt. Pra është i akuzuar për vrasje dhe për shuhet paraburgimit, duhet shteti urgjentisht të marrë masat që gjërat tilla mos dojnë më dhe të riparohet situata, sepse ndërkombëtarët shohin spagun, ato kanë spagun, nuk i plasin spagun. Ndërkombëtarëve shumë që një punëtor që ka punuar në Bën Gjergj Dimitrov nuk po merr pensionin. Ai thotë ne kemi spagun, jemi mirë. Për qytetarët thotë ta shofi e drejtë e brendshme. Do të pyes dhe prandaj është pozitive që ju dha zgjidhje çështjes. Uroj të zbardhet në kohë dhe palët ta dinë, sepse edhe një person kur e shef vendimin e gjykatës, kur e shef që e ka gabim, s'ka ç'a bën, thotë hajde, japin dorën njëri tjetrit, bëhet investimi. Se janë dy shqiptar që s'po i gjejnë me njëri tjetrin. Si punë, tamam si punë shqiptare, që në vend të bëjnë aeroportin të bëjnë i diçka kombit, zihen me njëri tjetrin. E ndoshta për te kombit nuk e di se çfarë mund të ketë. E di kjo përplasje mes ortakësh Prençi. Ka interesa të tjera të cilat janë private, shtetërore, që çuan në këtë gjendje. Shiko, së pari investimi i aeroportit të Vlorës nuk ishte një investim për të bërë koshere blete. Ishte një investim strategjik. Rama e ka propaganduar si një ndër investimet që do të kontribuojë drejt për drejt në turizëm. Por kur për këtë nuk u bë një transparencë. U shkelën disa konventa për shpendet e rrallë në Shqipëri, për mjedisin, i përplasi me konventën e Bernës, mos gabohem, edhe shumë gjëra, por nuk u bërë kur transparent përse ki koncesion ka që i ngutshëm dhe ka që i shtrenjtë. Madje nuk u tha dhe asa para bën. Sepse çdo projekt ka një preventim, ka një situacion punimesh, kushton kaq dhe i marrin kaq mbrapsh. Po. Dhe do t'ja marrim për kaq vite apo për kaq vite. Tani çuditërisht sot ne marrim vesh se ky investim kushton 310 milion. Dikur 310 milion. 10 milion. Dikur është përmendur që bëhet më pak. Por të paktën kur i kërcënoi Begjet Pacolli për të shkuar në arbitrazh, thoshin që Shqipëria rrezikohet që të humbas qeveria shqiptare 310 milion euro. Në një kohë kur situacioni i punimeve dhe raportet e pagesave tregojnë që Valon Ademi për post pasjes së 2%-shit, se 98% i kishte Begjet Pacolli, kishte kryer punime në volum me të drejtë pagese 35 milion euro. Dhe këtë e pranonte Begjet Pacolli.
Çka do të thotë kjo? Ty nëpërmjet volumit punimeve që bëjnë 35 milion euro, që do të thotë gati 10% ose 12% e koncesionit në tërësi, sepse ajo nuk ka vetëm punime, ka bazë materiale, ka volume të tëra punimesh, ka teknologji nga më të ndryshme. Pra, ti ke kryer vetëm punë fizike me punojësit tu 35 milion që i takon rreth 12 deri në 13% dhe 2% i ke aksione, i thon 15%. Tingëllon pak në opinionin publik si ka mundësi që ky personi që ka 15% ka më pak se sa ky tjetri dhe kërkon t'ia marr. Po Gojtë e Liga tregon që Valon Ademi ka mbështetje të fortë politike për te kufive të Shqipërisë shtet, po brenda territorit të Shqipërisë komb. Dhe këto mbështetje politike janë të miqve dhe vëllezërve në bindje politike të kryeministrit. A mos kemi të bëjmë me një lojë? Kohët e fundit kishin qarkulluar muhabete se koncesionin për shfrytëzimin e aeroportit Vlorës do ta bante kompania e Yfetit dhe e Idrizit. Pra, këtu ka një shitje lajmesh pa fund, po që çuditërisht kur vje fundi dalin vërteta. Pra nuk ngelin kuadër thashë themeve. Pra nuk ngelin kuadrën e thashë themeve, ose çfarë thuhet thashë theme, provohet mas 2 muajsh, mas 3 muajsh. Dhe ne jemi mësuar me këta. Pra po thuhet që shteti shqiptar do të bënte qoka diku në këtë histori? Po. Dhe unë e shikoj si qok për njerëzit që kanë lidhje të fuqishme me qeverinë shqiptare. Begjet Pacolli në këtë rast nuk e pranoi viktimën. E pranoi për ca kohë që i tha, e doni ta merrni, unë tha, la fal, tha. Por kështu nuk punohet, sepse unë kam ndërtuar gjysmën e Afganistanit dhe s'm ka humbur 100 ark leku. Dhe vinë në Shqipëri dhe më merrni ngrabiti 310 milion euro me njëherë. Dhe i kërcënoi me arbitrazh. Por në arbitrazh kemi histori shumë negative ne si qeveri shqiptare. Na ka shkuar shifra goxha e madhe me humbjet që kemi bërë, qoftë me kompani të huaja dhe me pronar shqiptar. Edhe çdo ditë vazhdojmë duke humbur. Njërë 18, njërë 12 milion, njërë 6 milion, njërë 130 milion, e kështu më radhë, shuma ka shku shumë e madhe. Edhe nëse do t'i shtoj, edhe një 310 milion që qeveria shqiptare nuk e mban dot këtë barë. Po Begjet Pacolli nuk është një kafshat që ka përdihet letë. Se një njeri që ka bërë parat në front e lufte, nuk mund të humi parat në Shqipërinë, vend kandidat për Bashkimin Evropian. Këtë du ta kështim menu mirë edhe baballarët e kombit, të cilët janë mësuar të bëjmë pazare. Ato mund të bëjmë pazare me fshatarët e Thethit, që i rrafshuan për 5 ditë nga 100 deri tek 100. Por ne na rezulton që në Ksamil dhe në Sarand shembin 1 po lan 10. Dhe nuk vazhdon revolucioni ose operacioni fshesa. Ose shemin majt kotës dhe lënë buzdet. Dhe lënë buzdet. Njerëzit vinë tani për det. Çuditërisht spionazh patronazhist raportuan për 100 kioskat në Theth. Se kanë shku i kanë parë në përpyll, po si panë në Ksamil, edhe në Sarand, që ishin me kam në Bregdet. Po mirë, pra, ndërtimi ka bën përshtypje ku ndërtohet rrallë, se ku aty ku është rrëmuj e madhe, pastaj nuk merret më vesh prinçi. Po flasim për institucione, nëse unë e bëra për shembull për ilustrim, por ne nuk mund të fshehim aeroportin e Vlorës 310 milion, por nëse s'ka bë 310 milion, ka bë 250. Po si mund t'ja marrë ki që ka bë punë 35? Dhe unë them që duhet përshëndetur vendimi i gjykatës së lartë. I cili ka dhënë një lloj një lloj zgjidhje. Ka vendosur në sepse unë faktikisht u shqetësova edhe për një fakt. Vajten organet ligjzbatuese shqiptare, policia, dhe nuk pengonin njerëzit e Valon Ademit, po pengonin njerëzit e Begjet Pacollit për të hyrë. Pra e shikon, pushteti ekzekutiv zbaton urdhra. Arbitrar, të paligjshëm, se ti po të pengosh, vesh i ritin, s'ka pun asnjëri as tjetër. Derisa dalën në gjykatë. Është shumë e drejtë. Po jo shumë e drejtë, po kështu është ligji. Po në rast se ti lejon fadromat e Bashkimit Ulët në atje në Rjoll dhe nuk lejon qytetarët që kanë pronën e babait të gjyshit,
Ore, po izolohe, ve shiritin, derisa dal vendimi. Dhe pastaj të jap të drejt gjykata cilit do. Edhe këtu, pra edhe të përplasja e biznesmenve të fuqishëm me popullin, po edhe të përplasja e dy biznesmenve si në rastin e portit të aeroportit të Vlorës, duhet kemi një standard. Shiriti i policisë me urdhër gjykate, derisa të marrë vendimin formën e prerë. Mori vendimin formën e prerë, ti do shkosh bësh vetëm procesverbalin për të heqë shiritin. Dorëzimin e bëjnë ata që e zotrojnë në pikpamje administrimit. Kur të filloj të shfrytëzohet, atë ja dorëzojnë Idrizit, Efetit, Sadriut, Hasanit, kujt të duan. Problemi qëndron që shteti shqiptar duhet jetë më serioz në raport me kontratat koncesionare. Dhe pse nuk e din shteti shqiptar se me ka e ka lidh kontratën dhe kush paguan paratë e investimit? Nuk e din shteti shqiptar. Po si ka mundësi që po ky shtet që ka lidh kontratën për koncesionin, po ky shtet i mbyll portën punëtorëve të Begjet Pacollit dhe ja hap punëtorëve të Valonati. Kjo nuk ka kandar që ta peshoj këtë maskarallik që bëhet me aktivitetin e biznesmenëve. Ka një logjik, 2% që është më i fortë se 98%. Ka ardhur dita, ndoshta. Po, jam plotësisht. 2% që se ka të bëjë me rrënjët dhe degët ku janë lidhur. Çështja e fundit ku duhet ndalem është ardhja ose më sakt tentativa për të ardhur, duke qenë se Eric Wendt, generali amerikan, është i propozuar, i nominuar për të bërë ambasador në Shqipëri, gjasat janë që mund të ndodhë. Ne ndjekim pak fjalimin e tij përballë senatorëve teksa u morë në pyetje për atë se çfarë i parashikon për Shqipërinë, ku u ndal kryesisht në dy çështje të cilat janë me interes të madh, SPAK dhe porti i Porto Romanos. Ndjekim çfarë ka thënë ai. Nëse konfirmohem sa i përket diskutimit për SPAK-un atje në Shqipëri, SPAK-u nga gjithçka kam lexuar dhe nga vizitat e mia të mëparshme në Shqipëri, edhe pse nuk kam pasur ndërveprim direkt me ta, pasi kam qenë në kontakt kryesisht me ushtrinë dhe me qytetarët e zakonshëm, duket të ketë qenë një institucion shumë i vlefshëm. Ai ka qenë apolitik dhe i pavarur. Prokurorët që bën pjesë e SPAK-ut i nënshtrojnë një procesi shumë të kujdesshëm verifikimi, përfshirë edhe testin me poligraf. Ata mbikëqyren nga IMOJA, organizata ndërkombëtare e monitorimit, ku përfshihen si evropianët ashtu edhe amerikanët. Ata kanë trupën e tyre hetimore përmes BKH-s, Byroja Kombëtare e Hetimit, kanë prokurorinë e posaçme dhe gjithashtu gjykatat e posaçme të tyre. Të gjitha këto janë të sankcionuara në nenin 148 të Kushtetutës së Shqipërisë. Prandaj, nëse konfirmohem, mund të angazhohem padyshim për të mbështetur vazhdimsinë e funksionimit të tyre si institucion apolitik dhe i pavarur. Jo përmendët edhe organizatat kriminale transnacionale kundër të cilave ata po luftojnë. Ata kanë qenë të paçmueshëm. Nga gjithçka që kam lexuar, shkëmbimi i informacionit mes tyre dhe agjensive amerikane të zbatimit të ligjit në Tiranë, Departamenti i Drejtësisë, FBI-a dhe DEA, ka qenë i pandërprerë dhe transparent. Madje më është thënë se kjo ka çuar në ndjekje penale ndaj elementëve kriminal në vetë Shtetet e Bashkuara, në qytete amerikane. Gjithashtu së fundmi, edhe në sekuestrimin e disa tonëve kokainë që vinte nga Paraguay. Pra për ta përmbledhur, mendoj se puna e tyre në këto fusha është kritike, për aq kohë sa ata mbeten apolitik dhe të pavarur. Gjithashtu besoj se kjo ndikon pozitivisht edhe tek mundësitë e biznesit amerikan, pasi zbatimi i ligjit në kontrata do të ndihmojë sigurinë, transparencën në tendera dhe do të ndihmojë në krijimin e një gare më të barabartë për bizneset amerikane në Shqipëri. Porto Romano është një nga portet kyçe atje, i cili aktualisht nëse në të ardhmen do të kishte një terminal të sigurt ngarkesash dhe një kalat të sigurt. Është i lidhur gjithashtu me korridorin pan-evropian numër 8, edhe pse objektivi është që ai të bëhet funksional deri në vitin 2030. Nga aty pajisjet ushtarake mund të kalojnë absolutisht dhe kjo do të ishte shumë e dobishme për NATO-n, por gjithashtu edhe për bizneset amerikane që potencialisht mund të ndihmojnë në përmirësimet e portit dhe të infrastrukturës. Pra mendoj se një pjesë kyçe për ta bërë më konkrete pyetjen tuaj senator, është që pasi të shkoj atje dhe të jem në terren. Unë besoj shumë tek fakti që kam mësuar në përbot se në të vërtet nuk di shumë gjëra, derisa të shoh personalisht në terren, dhe mezi pres t'ju përcjell më tej këtë. Mirë, ky është fjalimi i, le të themi, ambasadorit, i cili po kandidon, pra është i nominuar për ambasador Eric Wendt, generali amerikan
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pritet të vinë në Shqipëri, ai foli për SPAK-un, e cilësoi si institucion politik dhe të pavarur dhe tha që me ardhin e tij sigurisht mund të ndikojë më tej pozitivisht në SPAK, pra ta mbështes, më saktë të ndikojë, po ta mbështes për të vijuar për të qenë apolitik dhe i pavarur, dhe që sigurisht SPAK-u pra mund të krijojë dhe lehtësira për bizneset amerikane me goditjen e rasteve të korrupsionit, të cilat në disa raste dukshëm kanë penguar dhe kompanitë amerikane për të qenë pjesë le të themi tregut konkurrues shqiptar, po ashtu foli dhe për portin e Porto Romanos, ku tha që është një port strategjik, që le të themi do të jetë pjesë integrale e aleancës së NATO-s, po ashtu dhe të korridorit të 8, por që mund të ketë hapësira dhe për bizneset amerikane, të cilat mund të le të themi të japin kontributin e tyre për kalata dhe për veprime më të sigurta aty. Karanja, tani çfarë mbështetje është kjo që vjen në dy momente? Ne dëgjuam përmendet çështja e biznesit amerikan. Kjo është një mbështetje që vjen realisht për popullin shqiptar, apo populli shqiptar përfiton indirekt nga interesat amerikane në vendin tonë? Populli shqiptar në rastin konkret nga kjo deklaratë që është do urojmë që të kaloj, domethënë që të emërohet, pra të bëhet dhe miratimi në Senat dhe të fillojë detyrën e re në Shqipëri, i urojmë ambasadorit detyrën e re. SPAK-u lufton, ose më saktë, ushtron ndjekjen penale të korrupsionit dhe krimit organizuar. Pra, domethënë ka dy deg, korrupsioni dhe krimi organizuar. Krimi organizuar, siç jemi ndjeni, është trafiku i drogës. Presidenti amerikan ka prioritare luftë, domethënë presidenta e Trumpit, që kur erdhi, trafikun e drogës e konsideron si akt terrorist. Madje dhe shumë mjete lundruese detare që kanë qenë me drogë janë sulmuar si terrorist dhe konsiderohen terrorist. Pra e para dhe lufta ndaj trafikut drogës, e dyta dhe nga korrupsioni, sepse SPAK-u ka dhe korrupsionin. Korrupsionin, tenderat e gjithë, dhe mendoj që është një mbështetje, sepse SPAK-u gjatë kësaj periudhe ka pasur mbështetje publike, kaq të hapur, dhe e shoh pozitive, sepse lufta ndaj korrupsionit, sepse neve më shumë na cënon korrupsionin, që paraqet rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Siç e folëm dhe më parë, që në fillim të bisedës, droga ka ato, trafiku drogës dhe paratë e drogës kanë dëmen e vetën në ekonominë shqiptare, sepse kanë dëme që e analizuam, pra cënojnë konkurrencën e lirë dhe pasurimin e padrejtë për qytetarët. Në lidhje me Porto Romanon. Porto Romanon ka qenë objekt diskutimi dhe kemi një mbështetje të fortë politike që ky port duhet bëhet si mas standardeve evropiane dhe të Aleancës Atlantikut të Veriut. Pra, me port kuptojmë që do vi portit, mund të vi një luftanie, mund vi mund të jeti përshtatë edhe për veprime ushtarake. Po, patjetër, do jetë shumë strategjik për NATO, no? Që do jetë një port strategjik dhe urojmë që të bëhet me tender, fati që do jetë, domethënë që do jetë tender ndërkombëtar, do ta marrë ndërtimin e këtij porti ajo kompani që ofron portin më të mirë, shërbimin më të mirë, dhe porti do jetë në funksion të qytetarëve. Pra porti do spostohet, nuk do jetë aty ku është tash, do spostohet, por ky port është e rëndësishme të jetë si mas standardeve ndërkombëtare dhe është investim që bëhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pa kemi edhe një mbështetje politike ndërkombëtare që siç dihet, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë, domethënë është kontribuesi kryesor i NATO-s, pra është zemra e NATO-s domethënë në aleancën, dhe kur thotë domethënë një përfaqësues i Shtetet Bashkuara të Amerikës është diçka pozitive, se ne andi, siç e kemi diskutuar, na intereson standardi. Pra si në drejtësi dhe në port, bëhet me standarde. Pra vendet ku zbresin qytetarët, qoftë, domethënë që të jetë diçka për vendin tonë, mos bëhen siç bëhen gjithmonë në Shqipëri gjysma gjela. Pra gjëra gjysmake. Urojmë të jetë me standarde, kjo mbështetje politike është një ogur i mirë për Shqipërinë. Në qartë. Faleminderit shumë Karanja. Faleminderit edhe ju për. Premçi. Në një kohë kur SPAK është i cënueshëm, ndoshta jo i cënueshëm, por është objekt apo shënjestër e presioneve nga grupet kriminale, e presioneve nga politika, kjo deklarata e ambasadorit në tentativë për të ardhur në Shqipëri e rikuend, a duket sikur hap një derë ku SPAK, le të themi, është një derë ku SPAK shkoj mund të qaj hallet, një mbështetje kështu publike i jep më tepër forcë dhe pavarësi prokurorëve për tetuar dhe goditur korrupsionin dhe krimin organizuar?
Unë uroj që Spari Eriquent, i nominuari për ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fakti që është një general lejtnant, i sprovuar në fronte lufte,